Ndryshe në Top Albania Radio. Jemi sërish bashkë në Ndryshe në Top Albania Radio. Më lexohet lumturia dhe gëzimi, më lexohet se më ka ardhur nga vajza që dua më shumë në showbiz, në Big Brother, në të gjithë këtë botën roz. Vërtet? Po, e dua shumë. E dua shumë Loredana Brati. Mirë se erdhe. Dëgjoj, emri Lori në pëlqeti si do Lori apo Loredana? Lori. Jo, Loredana përdore vetëm kur mami më bërtiste. Lori. Po, jo Loredana vetëm kur mami. Kur thot emrin e plot, po. Po, Loredana Brati. Kjo otjar në zemër ndërkohë. Po, edhe unë kështu e kam me vajzën time. Margi rapi, hajde këtu. Po pse më keni kështu juve? Po kur duhet të vësh autoritet, të thosh emër mbi emër, se pastaj është përkëdheli ajo. Duhet ta aplikoj edhe unë, po emri Lori është shumë i dashur për ne. Ti e di pse është i dashur për ne. Për mua gjithashtu. Dhe lidhet gjithmonë me për mua personalisht se burri quhet Lori. Është burr. Lorenz se ka emrin, është Lori shkurt. Kemi edhe Lori, kemi shefën tonë. Kemi shefën tonë Lori. Kemi Lori Balën apo? Kemi Lori Kafe. Kemi Lori Kafe. Një kafe tani. Kur isha vogël gjithmonë që vija në Shqipëri gjë e parë kur thosha Lori Kafe. Un kam shkruar diçka për ty e dashur, ylli i bukur që të dua fort, edhe e di që ti ke kohë nuk jep intervista as në radio as në televizion dhe e vlerësoj shumë që na the po ne të dyve dhe je sonte me Ndryshe. Un kam shkruar për ty, Salsano të filloj? Ta të vigati fazoleta tu? Jo, unë e shijoj shumë të pjesë në parë që bën këtë bion që bën Elona për të ftuarit. Dhe jam gjithkohë shëri për të ndjekur se ç'ke shkruar ti për Lorin. Për Jozin se kam bër. Si ta bësh për Jozin ti? Jo, thash. E ftuara jon sot është Loredana Brati, modele dhe personazh publik që u bë shumë e njohur për publikun shqiptar për pjesëmarrjen e saj në Big Brother VIP Albania. Me origjinë nga Vlora dhe e rritur mes Italisë dhe Londrës, Loredana ka spikatur për stilin, për energjinë dhe personalitetin e saj autentik. Pas eksperiencës në reality show, ka vijuar angazhimet në televizion dhe rrjetet sociale, duke u kthyer në një nga emrat më të komentuara të momentit. Zonja dhe zotri, Loredana Brati. Faleminderit. Elona ti e dashuri gjithmonë. Si ka mundsi? Si di? Edhe rrethon. Faleminderit. Vërtet. Faleminderit edhe ty. Dashuri. Atë që nuk lexoi Elona. Atë që s'ka Salsano. Mos ma ngacmo çunin. Ajo është e bukur, seksi dhe mbi të gjitha është e papërballueshme po ta shikosh. Kështu që ndiqeni me vëmendje ju që po na dëgjoni dhe po na shikoni tash. Disa duar trokitje na shoqërojnë. Po që më dole nga llogaritmi mua. Shi. Po, të doli pse ti mendon që është shumë. Unë vetëm se jam çik mosh, po ti sa çik më i vogël mi. E shifje ti. Do shikoj flokët i kur ti relatoja. Ke radhë para. Mos të fut më mirë. Po çfarë thonë nuk diskutoj fare, se mendoj fare bile. E zemra pse radh shumë, ha? Radh e gjatë, ha? Domethënë unë s'kam parë gjë, po çfarë shikoj bashkë me juve. Çfarë dëgjon? Imagjinon. Po, jo, për të imagjinuar. Po, vazhdo. U bëra shumë e famshme Big Brother Lori. U bëra i çik, u bëra. Jo i çik, u bëra shumë e famshme. Unë nuk di gjë, atë nuk e ndjej fare. Nuk e di, unë vazhdoj të jem një Italori siç jam përpara. Po në fakt ne duam të pyesim çfarë të mungon shumë nga koha përpara se të bëhesh e famshme. Dhe a ishte ajo koha më e bukur se sa tani që je një emër i njohur, që njerëzit njohin në rrugë, punon në televizion, në projektet e tua? Do isha hipokrite të thosha që s'më pëlqen kjo jetë, sepse është një jetë që ka shumë benefite. Por çfarë më mungon nga ajo jetë është privatësia. Edhe në qofse më përpara dilja bëja ç'më ndesha dhe asnjë s'mirë të vesh asgjë për mua. Tani jam duhet të ruhem, edhe ato gjëra që më kanë ndodhur edhe që më ndodhin mua, më bëjnë që të kontrollojmë akoma më shumë. Se ndonjëherë kam kuptuar ndonjëherë këtë të kontrolluarit sepse je personazh publik. Nuk e kam, domethënë kur ti do të dalësh me një djalë, qoftë ai emër i njohur apo jo, çfarë të pengon se je personazh? Ja, po dalin skandalet zemra, ja. Po edhe ça? Po dalin edhe nuk lexojnë. Por një gjë është i bëja, po kur nuk i bëj është të vinë akoma më shumë plasja, le të themi, i themi ne nga Vlora. Do flasim ne për gjëra që bën dhe nuk bën, ato që komentojnë që janë vërtet apo jo. Çfarë po bën tash këtë kohë? Unë merrem me social media tani, me influencer, merrem me veten shumë, merrem shumë me palestër tani, jam shumë e fokusuar te vetja në të gjitha aspektet. Po modeling po bën apo? Me raste festash. Se ka Salsano një surprizë për ty në fund me fjalën fotomodel. Kam fjalën që ta dim, jo, se kam ta bëjmë ashtu. Po, me fotomodel. Ta bëjmë me fotomodele.
mirë. Po e kam fjalë si profesion ti këtë Tani po. Mund ta quash veten fotomodele apo? Përderisa përfitoj nga kjo pjesë, po. Përfiton nga kjo pjesë, po. Sa ka ndryshuar jeta jote pas bigut, Lor? Po domethënë ka ndryshuar shumë sepse unë e para nuk jetoja në Shqipëri. Kështu që për mua është ndryshimi i madh dhe për faktin e ndryshimit e kulturës, se unë vij nga një kulturë tjetër. Po. Pavarësisht globalizacioni, të gjitha këto me radhë na bëjnë që dhe Tirana të jetë shumë e përparuar, Shqipëria të jetë shumë e përparuar, por në shumë aspekte mentaliteti ngelet pak ndryshe. E disa lutur jam Salsano, më fal ty që të ndërpres, ti flet edhe mua më kujtohet që të gjitha vajzat që kanë ardhur nga jashtë, kryesisht Italia, dhe që kanë marrë pjesë në Big Brother, janë kthyer në vendlindje ose në MMD ose në Pse ti jeton në Shqipëri tani? Po. Tani kështu i thënë që, se, po, përgjithsisht jam e bazuar këtu, kam shtëpinë këtu, kam gjitha rrobat e mia këtu. Po dhe udhëtoj dhe... Rrobat, i ke marrë rrobat me fjalë? I ka marrë rrobat. Praktikisht jo, si kam marrë, se rrobat e mia fillojnë në Angli e mbarojnë. Por shiko pra, Heidi... Jeton vetëm tani apo me... Jetoj vetëm. Vetëm? Po. Salsano, Heidi këtu nga Big Brotheri, Loredana këtu nga Big Brother, Beniada këtu nga Big Brother. Jori më shumë edhe shumë këtu. Po, vjen shumë shpesh. Kjo që vjen nga një kulturë tjetër, kjo mua nuk më shkon shumë, sidomos me shqiptarët që pavarësisht se kanë lindur janë rritur. Çfarë do të thënë nuk të shkon shumë? Nuk më shkon shumë sepse është genia ai që. Kjo ka filluar të mendoj tash nuk është se jo, gjaku nuk vjen, unë dhe kur kam qenë jashtë, unë kam qenë 100% shqiptare, por është lifestyle, jeta, mënyra e kuptoj që në disa aspekte në Itali, më fal, në Angli, në Itali ja fut një mendje të lehtë, ndërsa këtu duhet të realizosh pak më mirë, përse dua ta them se ndoshta ngjan keq, po më ndonjëherë Shqipëria më duket si një fshat i madh, edhe me fshatar. Jo me fshatar, po këpërsi më bete shumë, gjëra shumë, edhe duhet të jesh gjithmonë mendime si më të prapambetura, thua? Mendime, shiko, faktikisht realiteti është komplet ndryshe nga pasaj ajo që predikohet në mohabete, tavoline kështu. Realiteti është njësoj. Por është ajo pjesa e së shiturit realiteti që ndryshon pak. Më thënë, kjo është mendimi im. Prap, unë e adhuroj Shqipërinë, të jemi të qartë në këtë pjesë, I love Albania. Po, se pa të njerëzit edhe fansat dhe fillojnë komentojnë. Ti do më shumë Shqipërinë. Loredana është kthyer dhe jeton këtu ka. Unë e dashuroj Shqipërinë, unë e kam ndërruar edhe kam manifestuar për shumë kohë kthimin tim në Shqipëri. Edhe vërtet unë i dua shqiptarët. Thënë, pozitiviteti shqiptarëve është komplet ndryshe nga ai italianëve ose ai lemot anglezëve. Që më duken shumë fake, me thënë të drejtën, më duken shumë, you're the most beautiful girl in the world. I'm sorry. Kur ja bëjnë ato I'm sorry, më mirë më shaj vallaj, thënë. Më shaj shqip, se sa I'm sorry. Po më mirë fshatar i madh këtu në Shqipëri se sa një fshatar anglez. E zgjeroj pak si shumë tani, po hajde. Në exagjeroj, i kam thënë gjithmonë, Ti do martohesh ndonjëherë me një të huaj? Me që jemi në këtë temë. Me që jemi këtu? Prit. Do të them njerëz që i thash babit deri në fundit që erdhi. Se në babi personazh më vete. Më pyeti babi, po, a ke gjetë për një djalë se babi më si pret të bëhet gjysh. Po, si që të pret. Thashun, o baj, thashun, kam dar mendjen, boll më me shqiptarë se nuk e di. Jemi ndrysh, ku di unë. Nuk më kuptojnë, nuk e di. Do marrë një burr japonezit. E pas ke gozhduar fare. Me hund vogël. E pas David zbardhi. Ku të vete mendja dhe ti, more. Ku janë diti hundët japonezëve? Po nga që kanë sytë si të mbyllur duket hunda vogël. Jo, po jam pak më të dëgjuar të paktën. Jo, bisha ka se unë i dua shqiptar. Kam manifestoj gjithmonë një burr shqiptar edhe e dua Albanian. Po çfarë babi japonez jonjë? Tani po ja soha në shtëpi se ja kam bërë një herë atë që. Ja ke çuar në shtëpi? Jo, ja kam çuar në shtëpi, po ja kam bërë një herë që sa dëgjova fjalën, tani është mësuar babi shkret. Jo, bisha kam mësuar. Ke mësuar, mirë. Kam mësuar nga atëre. Kam mësuar. Jo, pavarësisht, më tani që u kthye muhabeti, them edhe këtë që
ndoshta atëherë nuk kam shpjeguar mirë kur ka ndodhur ajo gjë. Hajde me që jemi Me që këtu, hapëm këtë temë. muhabetin. E lëm pak këtë Salsano dhe shkojmë. Erdhi babi në Big Brother të tha jo, nuk dua me vajzën time të shoh. Nuk dua që lidhja juaj të jetë. Ti nuk e dëgjove. Vazhdove punët e tua, se di rend dashuria apo jo. Për këtë thua ti që ja ktheva babi. Po, ktheu babi. Thazi ka çunë në një shtëpi, babi thotë çma ka ktheu. Jo, në shtëpi. Pastaj babit ju prish mendja se kur do vajza çdo bëj babi edhe mami bëri punën e saj dhe deri këtu e dim në histori. Çfarë ndodhi pasi mbaroi Big Brother dhe pasi ti dhe Jozi u lidhet apo u ndat? Babi u bë pishmend faktikisht. Të them atë që është u bë pishmend që pak si shumë i rrept atë natë. Por ishte dha justifikueshëm sepse justifikuar nga çflitej aso kohë për Jozin, kështu që ishte në rregull. Tani babi fundit ka qenë krenar për mua dhe për atë që bëra se mua babi më ka mësuar kështu. Babi më ka mësuar që nëse ti je me lirë, domethënë ti je me lirë, po me këmbën në tokë ala shqiptar, që bëj zgjidhjet e tua, plase kokën, mëso nga gabimi, edhe pastaj vazhdo. Mos lë asnjëherë që një situatë të marrë për poshtë, që të mbasësh veten apo kështu. Ngriu edhe dilja vet prap. Babi më ka mësuar këto gjëra, nuk është se është diçka që Po pse u ndave me Jozin? Pse u ndava me Jozin? Nuk na shkonte. Çfarë nuk shkonte? Më thënë, tani që mendoj, them që ndoshta unë jam shumë mirë në atë timen, ai është shumë mirë në atë të vetën, po ndoshta bashkë shko lidhje jo, se në disa gjëra nuk mund të them që nuk na shkonte, se ishim të dy fani, këpërasisht ishim vësjeshe, ishim në turin njëri tjetrit. Mua duket se ku gjithë kohën kuptoheshit, pavarësisht se kishit gërse e vërse, kuptimin Macja me Miun, po në fund e kuptonit njëri tjetrin, bënit për njëri tjetrin. Të paktën nga ekrani, nga Ka të bëj me këtë fshatin e madh që është Shqipëria apo jo? Ka të bëj. Ka të bëj me. Ka shumë të bëj, po. Edhe kur del aty brenda duhet të jesh shumë i sigur për personin që ke përballë, se po dëgjove pastaj afet e njerëzve, mbarove punë. Lori, më thuaj një gjë, ti me Jozin, pas natës asaj që ndodhi mes Josit dhe Gjestit, jeni takuar më, keni qenë të lidhur? Si e thekë pas natës që bën dashuri? Jo, është një natë përpara finales, diçka e tillë, gjysmë finale ka qenë? Po, gjysmë finale. Mbaj mend që po dilnin bashkë në atëherë dhe e bëri bukur atë daljen, në thonjza. Edhe nejse, mbas daljes, ne vetën tuam, po kemi qenë të dy shumë nervoz mbas daljes, të dy. Me një tjetrin, ëh? Shumë. Pavarësisht se tentonim, pastaj nuk zgjati fare pothuajse? Për shembull, ti ke patur ditëlindjen, edhe unë mbaj mend kam qenë ftuar ditëlindja Loredanës dhe të gjithë ne prisnim do vi apo nuk do vi Jozi. Erdhi Jozi? Ishte Jozi, po ishte jashtë. Por dhe aty çfarë ishte ishte te parkimi. Ishin gjitha këto gjëra që priste makinë ty ai. Po, të ikja, unë të vjenin aty edhe unë nuk ndenja gjatë, da i pyes çfarë ndodhi, se gjithë po thonim erdhi Jozi apo s'erdhi Jozi? Lidhjet dashurisë në reality show mendoj që shumica janë çik të sforcuara. Por mos thon, disa janë për lojë, disa janë sforcuar dhe rrallë herë përfundon kështu. Gjithsesi ne jemi gati. Po prit se s'e ka mbaruar. Po prit tash ta mbaroj. Shi do të më nxjerr më shpejt. Pra, mbaron Big Brother, ndodhi ajo që ndodhi me Jozin me Gjestin, një sken që e kemi komentuar sigurisht jo për mirë. Dhe ti me Jozin takohesh, vazhdon lidhja apo ishit ende çfarë jemi në të dy, çfarë do bëjmë në të dy? Po, ishim akoma ashtu edhe e bukur afare është që unë atëherë isha në atë intervistë tek Goca dhe Gra, që sa kisha filluar aty të gjitha. Edhe mua më pyesin vazhdimësisht, po ndërkohë unë isha të i përjetu gjërat. Dhe kur erdhi ai atëherë ne ishim këtej duke zënë telefon, këtej duke pra ishte e qartë situata juaj. Dhe kur i vure pastaj vulën që ne të dy në një lidhje, nuk do të thënë ti apo Jozi, unë nuk e di kush është. Jo, ka qenë pak a shumë zgjidhje të dyve, po kuptuam që ai kishte angazhimet e veta, unë kisha angazhimet e mia, ndoshta të dyve na ka marrë koka erë, tani që kthej kokën mbrapa dhe analizoj situatë. A jeni penduar ndonjëri nga ju për këtë lidhje? Që se vazhduat? Që se vazhduam, të ishim penduar do vazhdonim, do rithjeshin. Tani është në një fazë, ka shumë kohë që është në një fazë që nuk ka më kthim mbrapa, se ka shumë gabime si nga ana ime, si nga ana e tij. Ti më sinqert në këtë pjesë. Gabime nga ana jote?
Me kam bërë ca gabime. Vërtet? Çka gabime Çka gabime ke bërë? Kam dalë me tjetër. Jo. Ata shumë që Domethënë Nota nga këto. mbas që u ndam, domethënë çfarë gabime kanë qenë mbas që u ndam. Okej. Të paktën gabime që unë i shikoj që unë kam bërë gabime. Kur analizoj situatën që ngre duart të them, okay, në atë pikë bëra gabime kanë qenë mbas. Do t'i kërkosh ndjes Jozit? Për ato që jo. Absolut, as si lloj ndjese. Do ndajemi se po shkojmë rreth orës 19 janë lajme, tani do kthehemi në pjesën e dytë të programit. Çfarë gabimesh ka bërë Loredana? Unë jam kështu që ça pas kam qenë bravo. Çfarë gabimesh ka bërë? Kthehemi në pjesën e dytë të ndryshe, ha. Qofse do na shofi Jozi pati Joz, se si e ke lënë ti gjithë të gocë. Ti ke kështu kohë. Raft e mira të raft. Jo, pas ka lënë kjo. Si ke lënë të gjitha çun? Ka qenë të dyve bashkë, ashtu është, domethënë gjithmonë merret vendimi nga të dyja palët. Gëzuar. Mund të pish një birë. Gabimet na. Unë nuk pi bira, po këtë e pi. Është me zero alkool, Estrella Galicia vjen nga Spanja, ti je si spanjolle, s'ke çfarë të bësh. Po, latina jam. Kthehemi në orën e dytë në Ndryshe në radio.